Platformat online do të veprojnë brenda një kuadri ligjor specifik që përcakton rregullat qarta funksionimi. Projekt ligji i hedhur për konsultim parashikon mbrojtje më të fortë për të miturit, të drejtën e ankimit për përdoruesit si dhe detyrime për platformat e tregtisë elektronike. Më shumë përgjegjësi për platformat online dhe mbrojtje më e madhe për përdoruesit. Këtë synon projekt ligji për shërbime digjitale i hedhur për konsultim publik nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe që vjen si një përafrim i legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Nisma ligjore parashikon krijimin e një mjedisi online më të sigurt, më transparent dhe më të besueshëm, duke vendosur detyrime të reja për rrjetet sociale, platformat e shitjeve online dhe ofruesit e shërbimeve digjitale. Platformat do të kenë detyrim të krijojnë mekanizma të qartë për raportimin dhe heqjen e përmbajtjeve të paligjshme, të shpjegojnë arsyet ku kufizojnë një postim apo mbyllin një llogari dhe të ofrojnë mundësi ankimi për përdoruesit. Po ashtu do të kërkohet transparencë më e madhe për reklamat online dhe sistemet që rekomandojnë përmbajtje. Projekt ligji vendos edhe masa të posaçme për mbrojtjen e fëmijëve në internet, ndërkohë platformat e tregtisë elektronike do të detyrohen të verifikojnë identitetin e tregtarëve dhe të njoftojnë konsumatorët nëse konstatohen se kanë blerë produkte të paligjshme. Platformat do duhet të kufizojnë praktikat manipuluese dhe nuk do të lejohen të përdorin profilizimin e të miturve për reklama apo rekomandime. Ato do të mbledhin dhe verifikojnë informacionin kryesor të tregtarëve si identiteti, kontaktet, dokumentet e regjistrimit dhe të dhënat bankare, përpara se t'u lejojnë aktivitetin në platformë. Nëse miratohet, ligji do të zvendësojë rregullimet e deritanishme për shërbime digjitale dhe do të afrojë Shqipërinë me standardet europiane për funksionimin dhe mbikëqyrjen e platformave online.